me gazetarët. Për të shprehur një mirënjohje të pakufishme për të gjithë ata qytetarë që gjerë tani kanë hedhur votën e tyre, kanë votuar, duke kryer kështu një detyrim madhor të çdo shqiptari mbi moshën 18 vjeçare. Detyrim madhor ndaj familjes, ndaj vetes, familjes, shoqërisë, Shqipërisë dhe kombit. Një falënderim i veçantë dhe mirënjohje e pakufishme për ata mira e mira, shqiptare dhe shqiptar, që nuk u regjistruan dot për shkak të burokraciave dhe të frikës së qeverisë ndaj votës tyre, por kanë vërshuar nga ajri, nga toka dhe nga deti dhe janë dynur sot do votojnë dhe po votojnë në Shqipëri. Mirënjohja ime është e pakufishme ndaj tyre. Ata me votën e tyre i gjenden vendit dhe kombit në një moment në të cilin kanë nevojë shumë të madhe. Së fundmi, edhe njerë, thirrja ime është për çdo shqiptar, voto, voto, voto për veten tënde, për fëmijët tu, për vendin tënd, për të ardhmen tënde, të fëmijëve tu, për biznesin, për rrogat, për pensionet, për fermën. Pra, është një votim më shumë se kurrë për interesat më të rëndësishme të çdo qytetari. Faleminderit. Zotë Berisha, në shqetësim për problematikat të hasura në disa qytete të ndryshme të Tiranës, por edhe jashtë Tiranës? Tani, çdo gjë ka një vëzhgim ndërkombëtar shumë serioz dhe vëzhgim kombëtar po kaq serioz, dhe secili që merr përsipër të shkel ligjin në këtë proces do bëhet përgjegjës në mënyrë absolute. Një gjë mund të them që sot sovrani jep një verdikt historik. Faleminderit. Zotë Berisha, po nëse sovrani nuk e jep një verdikt historik, por ju thoni, do ta njihni rezultatin e dalë nga zgjedhjet me faj? Tani, nuk kanë lidhje këto. Të lutem. Unë them sot sovrani do t'jap një verdikt historik. Dhe kjo është e vërteta. Po cili është ai që nuk i bindet historisë? Pra, kështu është kjo. Mirupafshim.